po e prezentoj edhe mysafirën për sot. E kemi psikologën klinike. E me neve dhe psikoterapiste në po. Edhe psikoterapiste është Nergjivane Haziri Gjukaj. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Neri të quajmë, kështu që edhe ne po të drejtohemi me emrin Neri. Neri. Nuk di kush është personi i fundit që më ka thirrë Nergjivane të fundit, por realisht është emri im. Kështu që pak më e lehtë. Do të flasim për një temë që a mundet me ndryshu truri edhe reagimi qoftë ndaj stresit, ndaj problemeve të shëndetit mendor përmes praktikës së vazhdueshme. Dhe natyrisht do të prekim edhe shumë tema, ku unë ju falenderoj gjithë psikoterapistëve që sa herë vini edhe ju pyes për tema, sepse duke mos qenë njohës të kësaj fushë, natyrisht që mundemi me mbet shumë gjëra pa i preke që janë vërtet rëndësishme, ashtu siç është edhe rëndësishme edhe praktika e vazhdueshme për gjithë secilin prej nesh. Por dje pikrisht bisedonim për këto problematika që tek depresioni, tek psikoterapia qoftë pozitive, qoftë trupore dhe shumë çka tjetër, por edhe një rikujtim i vogël për ankthin edhe për psikoterapinë. Në përgjithësi tash të flasësh për ankthin duhen goxha orë, sepse është bërë një prej kushtimisht prej trendeve që po e shoqëron secilin person me apo pa probleme të shëndetit mendor, edhe realisht ankthi është bërë pjesë e përditshmërisë tonë. Kur flasim për ankthin, mos flasim si një lloj problemi, po ta shohim pak atë në mundësinë tonë që të rritemi vazhdimisht. Sepse ta sqarojmë edhe një herë ankthin, sepse bashkë më bëri me qesh edhe një afërmimi se kohëve të fundit po ballafaqohem edhe unë me problemin e ankthit edhe çrregullimit sulmit të panikut, por thash diçka nuk po ndihem mirë, tha Laura, po m'duket ty edhe kolli me të ngucë po thu ankth. Çka do që po të ndodh, qoftë me u ngrit shpejt prej shtratit që mund të vjen edhe tensioni me ulët, po ja vë emrin ankth. Çka është konkretisht ankth? Cilat simptome janë pikërisht të ankthit? Pyetje shumë e mirë realisht, sepse ankthin nëse e zbërthejmë në ato dimensionet e tij, jep simptoma të ndryshme, qoftë psikologjike, qoftë somatike. E bukura e krejt asaj që kohët e fundit studimet moderne po rezulton që ndoshta është më e suksesshme në trajtimin e ankthit është që ankthi nuk po trajtohet vetëm në kontekstin psikologjik, jo vetëm në aspektin e të menduarit, mirë po në aspektin e somatikës, në ato që ti përmende pak më herët se the është ankth, mirë po më zgjohem me simptomat kollit, pavarësisht që ndoshta ankthi me kollin nuk është që kanë ndërlidhshmëri shumë të lartë, mirë po ekzistojnë elemente të tjera të cilat ndoshta e përforcojnë këtë pjesën e kollit që ndoshta lidhet edhe me vështirësitë frymarrjes, ndoshta në këtë rast, ose pa mundësinë për me marrë oksigjenin mjaftueshëm në mushkëri. Ose jemi të bëjmë me një frymarrje e cila është shumë e cekët edhe nuk mjafton oksigjeni mjaftueshëm në mushkëri dhe mund vi deri te rezultati i kollit. Pra do të thotë ankthet mundemi mos me marrë oksigjenin mirë. Patjetër, po një prej simptomave kryesore pulsometri që oksigjeni po mdeli ult bashkë në momente kur edhe po ndjej që kam ankth është pak më i ult. Do thotë është për shkak të vështirësive për me marrë oksigjen. Një prej simptomave kryesore tek ankthi, që mos themi vetëm te çrregullimet e ankthit, po edhe tek ankthi normal, është vështirësia në frymarrje. Frymarrja bëhet më e cektë, sistemi intelektual bie, do të thonë niveli i menduarit bie, sepse nuk shkon mjaftueshëm oksigjen tek pjesa e trurit. Në këtë rast, dioksidi i karbonit mbyllet, edhe normalisht nuk mund të funksionojmë ashtu si duhet funksionojmë në situata normale. Jo rastësisht, një prej teknikave kryesore që unë e praktikoj edhe në punën time është ndërgjegjësimi ose frymarrjet e ndërgjegjshme. Në këtë rast kemi të bëjmë me teknika të ndryshme, po mbi gjitha është të marrim frym përmes diafragmës. Të mësojmë vazhdimisht që frymarrja të bëhet më e thellë, më e gjatë dhe të aktivizohet muskuli i diafragmës, i cili është një prej muskujve më të mëdhenj ndoshta në organizëm. Mundesh pak edhe me na sqaroj kështu edhe në praktikë si duket ajo në diafragmë për shembull. Nëse marrim frym, normalisht frymarrja duhet të jetë me bark. Aktivizohet muskuli i diafragmës, është njësoj sikur se te muziciantët e ndryshëm të cilët e mbajnë frymën shumë gjatë. Marrim frymë me hund, fryhet pjesa e diafragmës, pjesa e barkut, mbajmë për disa sekonda edhe e lirojmë shumë, ndoshta 2 fishin e saj përmes gojës. Në këtë formë. Nuk ngritet shumë pjesa e gjoksit, mundohemi që ma tepër ta ngresim pjesën e diafragmës. Dom praktik, nuk është një gjë e thjeshtë, por në momentin që e kuptoj mandeti nuk di të marrësh më frymë me gjoks.
personalisht ndoshta ka vite të tona që praktikoj frymarrjen me diafragmë dhe është shumë e vështirë për mua që sot marr frym përmes. Pse te disa njerëz, përfshi edhe veten, ndoshta pse është fillimi, gjatë edhe kur isha e qetë për me bë kët ushtrimin, 4 sekonda me marr frym, 4 me mbajt dhe 6 deri në 7 me liru. Pse ndodhte që kur mbrija te hera e 5, mu veç fillonte pak si marrje mendve si ankth, si parahati. Mu duke sikur po më aktivizohet ankthi. Ndonjëherë mund ndjersitnin edhe durt. Realisht frymarrja e thellë e kthen organizmin ka vetja. Në farë mënyre trupi kthehet ka shtëpia e brendshme, ka qetësia. Aktivizohet nervi vagus, i cili është nervi më i gjatë në organizmin ton, edhe në këtë rast nervi vagus e qetëson sistemin parasimpatik. Kur flasim për sistemin parasimpatik, është ajo pjesa që gjithmonë është rest and digest. Nëse amigdala, besoj keni dëgjuar, është ajo pjesa e vogël e trurit që bën rregullimin emocional, edhe në këtë rast kur ne kemi ankth ose kemi simptoma të tjera emocionale, mos flasim vetëm për pjesën e ankthit, ndonjëherë edhe thjesht kemi frikë që nuk mri me shpjegu, ose mund tjetë edhe frikë reale, aktivizohet amigdala, e cila nuk e din dallimin mes rrezikut real dhe jo real, edhe na çon në një gjendje e cila është fight ose flight. Ndonjëherë edhe freeze. Po fight flight janë më të zakonshme, që i bie lufto ose mbathja ose ek. Në këtë rast, frymarrja bëhet shumë e cektë. Nuk kemi mjaftueshëm oksigjen. Tash ne duhet ta aktivizojmë nervin vagus përmes frymarrjes së thellë, ku bëhet në farë mënyrë edhe rishikimi i asaj historisë të ankthit që po tregohet, që po shfaqet mendjen tonë, edhe në këtë rast mundohemi me aktivizu sistemin parasimpatik edhe bëhet rest and digest. Do të thotë në këtë rast mund kemi ndonjëherë qetësim, mund kemi ndonjëherë edhe ndjesi të sigur ndjesi të gjumit, ndonjëherë edhe mund kemi djersitje të trupit në këtë rast, pavarësisht sepse trupi ka filluar me qetësu veten e vet, edhe sigur simptomat kanë nisë të dalin sipërfaqe përmes lirimit. Po dalin jashtë, do të thotë që edhe pse në ato momente kur e kam praktikuar nuk kanë qenë në periudhën e sulmit të panikut, por sikundeja tek hera e 5 që vetë sikur po fillon një farlloj ankthi me u rishfaq sërish. Dhe kjo ndoshta shkakton pak frikë tek ne laikët që a me i bë prapë këto ushtrime se unë po i bëj për me ma hek, kjo po ma kthen ankthin. Pra do të thotë nuk qëndron kështu, por ankthi po del jashtë. Absolutisht ankthi gjithmonë del jashtë. Po shkarkohet. Edhe është një shprehje që më pëlqen jashtëzakonisht shumë, na duhet ndonjëherë të punoj me veten aq thellë saqë ndonjëherë gjëra duken sikur po bëhen më të vështira për të bërë më të mira. Në këtë rast we have to feel it, është një shprehje në anglisht që duhet me patjetër ta ndjejmë atë, sepse ndoshta këto simptomat që po shfaqen janë pikërisht simptoma të cilat na duhet ti përpunojmë dhe të punojmë me to në në mënyrë që mos të kemi elemente të shfaqura kaq të shpeshta ose të shumta të ankthit. Në këtë rast duhet ta ndjejmë dhe pastaj, ajo në momentin që ne e ndjejmë, shohim, e kuptojmë narracionin edhe origjinën e këtij asaj, jemi më të gatshëm të punojmë edhe një mënyrë të shërojmë. Po e shoh që nëse ndodhin këto simptome gjatë praktikimit gjatë ushtrimit të frymarrjes, mos të kemi frikë, por thjesht është një gjë pozitive që trupi po reagon, edhe në një farë forme po liron, po shkarkon një pjesë të ankthit. Duhet kemi kujdes shumë, se gjithmonë para praktikimit të teknikave të frymarrjes, duhet konsultojmë me mjekun paraprakisht, sidomos personat të cilët kanë probleme me ose vështirësi në frymarrje ose kanë probleme me sulmet epileptike, duhet jenë shumë të kujdesshëm sepse ndonjëherë edhe mund të shkaktohet një lloj asfiksie, qoftë në tru ose thjesht probleme me frymarrjen. Kështu që janë teknika specifike. Unë personalisht jam edhe mësuese e jogës dhe meditimit dhe pjesën e frymarrjes, edhe teknika e frymarrjes, qofshin të thella, qofshin diafragmatike, mësuese e jogës dhe meditimit. Javën tjetër na e cakton një ditë sepse do të flasim për meditimin edhe për jogën, ne shkurtimisht e kemi pasur përmes linjës edhe Jehona Xhaferin, por pasi që i ke të dyja edhe psikoterapistë dhe do ta praktikojmë kështu një orë pak a shumë disa platformave që na lejojnë të bëjmë bashkë. Pak a shumë edhe ato çka ndoshta sot do të flasim përgjithësi është pjesë e somatikës. Kur flasim për somatikën, është gjithmonë ato që e nisëm me fillim që ankthi nuk është gjithmonë vetëm psikologjik, nuk ka të bëjë vetëm me të menduarit dhe procesin e të menduarit. Ka të bëjë me aspektin biologjik, fiziologjik të asaj çfarë ankthi jep në organizmin ton. Unë mendoj që ndonjëherë kur trupi më nuk përballon ankth, atëherë mentalizohet edhe shfaqet në aspektin e të menduarit. Çfarë do të thotë kjo? Ne çdo ditë kemi simptoma të ndryshme fizike. Kemi lodhje, kemi ngarkesa të ndryshme, kemi stres, dhimbje shpine, dhimbje koke, dhimbje stomaku, edhe nuk mrim e kuptu që ndonjëherë këto janë për shkak të një mbi ngarkese që ndoshta trupi nuk mrin me shkarku në mënyrë krejtësisht natyrshme, sepse edhe lëvizim shumë pak në këtë pjesë.
atëherë kur trupi më t'i jep gjitha këto sinjale dhe ne nuk po i dëgjojmë, nuk po ndalemi nëse kemi një kokëdhimbje të vazhdueshme, jemi tu qëndruar në një ambient që vazhdimisht ndoshta po e stimulon procesin e të menduarit, edhe në këtë rast ajo mund të jetë ndonjëherë edhe e dëmshme për shëndetin tonë. Edhe në këtë rast mund shfaqet qoftë me kokëdhimbje, qoftë me migrenë ndonjëherë, po në një farë mënyrë ne nuk e marrim si sinjal që mund të jetë ndoshta prej një ankthi të zakonshëm, po presim që ajo të bëhet ndoshta edhe më e thellë, më e fuqishme edhe të kalojë në një shregullim të ankthit. Në këtë rast edhe të bëhet e mentalizuar, edhe të kërkojmë ndihmë qoftë e psikologut, qoftë e psikiatrit ndonjëherë që duhet me patjetër të bëhen të dy lloj konsultave. Dhe po dalim pikërisht ajo tek edhe si temë që e kemi sot, praktikat e vazhdueshme, a munden me i ndryshu këto gjithë reagimin qoftë ndaj stresit, qoftë ndaj ankthit dhe gjitha problematikave. Arritëm aty tek praktikimi i frymarrjes, që ndonjëherë edhe kur nuk ndihemi mirë dhe gjatë praktikimit do thotë që ankthi edhe po shkarkohet, po del jashtë trupit ton, pra ta ndëgjojmë trupin. A do të thotë kjo që praktikat e vazhdueshme munden me sjell ndryshime tek reagimet tona? Patjetër që po, qoftë edhe një 5 minutë gjatë ditës frymarrje e thellë e bën diferencën. Tash ne nuk mund të bazohemi në atë që gjithmonë ndoshta mos kërkojmë ndihmë diku tjetër, që është tamam ndihmë profesionale, po të provojmë vetëm me ato teknika tona vetanake, sepse ndonjëherë mund të zgjat shumë, edhe ndoshta nuk bëhet në mënyrën më adekuate të mundshme, kështu që është mirë që të bëhen disa takime me një profesionist shëndetit mendor, në këtë rast me psikolog, të cilët ndoshta edhe janë të certifikuar për ndonjë teknikë të frymarrjes, sepse thamë që nëse fillojmë për frymarrje thjeshta 5 minuta ose frymarrjen 4-4-4, që është 4 sekonda merr frymën, 4 sekonda mban frymën dhe 4 sekonda nxjerr frymën, që e kthen sistemin nervor në gjendjen parasimpatike, në rest and digest, në qetësinë përgjithësi, është në rregull, atë mund ta bëjë secili. Mirë, po ndonjëherë shoh shumë që në punët moderne të psikologjisë moderne, realisht studimeve të kohët të fundit, shihet që frymarrja nuk është vetëm ajo e thjeshta, po ka dhe frymarrje të llojit dinamik, që ndonjëherë janë më të përshpejtuara, edhe që në një farë mënyrë pa pas nevojë fare me fol e bëjmë procesimin e emocioneve. Shumë shpesh më ka ndodhur që gjatë seancave terapeutike, kur kemi bërë frymarrje të thella, personat automatikisht kanë filluar pa fol hiç, me fillu me çajt. Sepse kjo e bën procesimin e një gjëje që trupi e ka mbajt mend. Ose edhe me përjetu ankth ka ndodhur ndonjëherë? Patjetër. Ankth në kuptimin që nëse fillojmë frymarrjen edhe pa ndonjë shkak kryesor me u lajmëru ankth, ndoshta jo domosdoshmërisht, po që e nxjerr në sipërfaqe, patjetër që po. Pse? Sepse trupi duhet ta përpunoj ato që vërtet e ka ruajtur. Është një libër jashtëzakonshëm, nëse veç keni pas mundësi me lexu, The Body Keeps the Score, që bazohet konkretisht në përpunimin ose trajtimin e ankthit me çësje somatike, me teknikat ndërgjegjësuese në këtë rast, me frymarrje, me meditim, EMDR që është një teknikë krejt tjetër, ose edhe me somatic experience-in që del nga Peter Levine. Dhe janë teknika të jashtëzakonshme të cilat ndonjëherë ndihmojnë shumë personave që nuk kanë shumë fjalor të shprehur për ta paraqitur ankthin. Sepse ndonjëherë na shohim që në punën tonë të përditshme vijnë persona të ndryshëm që thonë se po ndjej diçka, po nuk më rrin mirë mjaftueshëm me artikulu. Në këtë rast na ndihmojnë shumë teknikat somatike. Jo rastësisht se ndoshta CBT-n dhe teknika tjera të psikoterapisë kemi përfunduar shumica prej nesh, mirë po. Ajo që mu kohët e fundit po më intereson edhe një farë CBT-n? Po. Sepse ishin shumë pak në Kosovë, të më shtatë. Trajnime të gjata që i kanë disa, do më thonë janë ata, po trajnime kështu tamam të rregullta si programet veçanta kanë përfunduar ato. Mirë po, ajo që ka mu po më intereson më tepër kohët e fundit është çësja somatike. Që nuk është ndoshta krejtësisht sikur body psychotherapy, është çësje somatike ku ti lejon emocionin të përpunohet përmes ndërgjegjësimit. Si bëhet çësja somatike? Një teknikë thjesht ka disa prej tyre. Një është grounding. Grounding do të thotë kur ne mundohemi toksimin me rishiku. E dim ato teknikat e famshme që ndonjëherë kur kemi gjendje paniku ose të ankthit, numëroj 5 gjëra kështu, 4 gjëra kështu, 2 gjëra kështu, që një mënyrë na ndihmon të rikthehemi në atë gjendjen ku niveli intelektual funksionon, sepse në gjendje ankthi ne jemi fight flight, domethënë nuk është që kemi mundësi shumë të mendojmë arsyeshëm. Edhe në këtë rast duhet ta përdorim një strategji ose një teknikë që na rikthej prap. Përveç këtyne mund të jetë ndonjëherë edhe një copëz akulli për njerëz të cilët mund të jenë në çrregullime të ankthit ose çrregullime të panikut. Një copëz e vogël ankthit të cilën e mban në dorë derisa akullit, të cilën e mban
në dorë derisa fillon të shkrihet, edhe njëkohësisht ajo dhimbja që na e shkakton mund ta arrizgjojë sistemin nervor dhe ta kthejë në momentin e tanishëm. Mund të jetë një pikë limon ndonjëherë që e shkon trupin në një farë mënyrë dhe fillon prap e rizgjon sistemin nervor. Në një farë mënyrë mund të kemi një tejkalim të shkurtër, po që gjithmonë duhet pas asaj gjendje të konsultojmë edhe me profesionistë shëndetit mendor. Në këtë rast, teknikat somatike përveç grounding mund të jetë edhe havening teknika e përqafimit vetës në farë mënyrë përgdhelin vetëm, konkretisht duke bërë shtypje të vogla ose të buta, sepse e rikthen sistemin nervor në një gjendje sigurie. Ka nevojë të themi edhe ndonjë fjalë gjatë kësaj kohe kur jam këtu për ty. Jam këtu për ty, jam e sigurt, jam mjaftuar. Ajo është pjesë tjetër që ndoshta do ta diskutojmë tek pjesa kur do diskutojmë për meditimin edhe për jogën, mirë po si teknikë specifike që na ndihmon secilit ndonjëherë edhe pa pas mundësi me shku te një profesionist i shëndetit mendor, mund t'i bëjmë edhe vetë në shtëpi. Është pjesa tjetër që funksionon jashtëmase shumë, që quhet sistemi pendulation, ose lëvizja midis tensionit edhe qetësisë, ku ne mbyllim syt për momente të caktuara dhe mundohemi që ta gjejmë një pjesë të trupit tonë e cila ka ose bart tension në atë moment kur ne flasim ose kur po përjetojmë diçka. Edhe ajo pjesë e tensionit mandej vëmendja kalon në një pjesë tjetër e cila është më e sigurt. Konkretisht, në një pjesë të trupit që e kemi më të shtrëngune, kalojmë në një pjesë tjetër që ndonjëherë është shumë e sigurt. Edhe që ky sistemi i pendulimit ose i kalimit prej tensionit në qetësi edhe prej qetësisë në tension i tregon sistemit tonë nervor që ne mund ta ndryshojmë gjendjen vet. Pra syt i mbyllim edhe fokusohemi, po e marr shembull nëse kemi shqetësimin prej luktit, fokusohemi tek lukti. Dhe pastaj automatikisht kalojmë për shembull te ajo ku e kemi me qetë dora apo saktësisht. Mund të jetë edhe një gisht i vogël, po që na jep një lloj sigurie. Fokusohemi, do thotë me sy mbyllur, fokusohemi tek ajo pjesë. Saktësisht. Dhe flasim diçka, i themi diçka vetes. Thjesht vetëm mundohemi ta ndërgjegjsojmë trupin, duke e bërë të vëmendshme komplet edhe procesin e frymarrjes edhe procesin e ndërgjegjsimit. Është shumë teknike thjesht, vendosim një dorë në gjoks, një dorë në bark, edhe me sy mbyllur mundohemi të shkojmë te ajo pjesë ku e kemi shtrëngimin. Mirë është të mundohemi ta bëjmë emërtimin e asaj gjendje. Është tension, është shtrëngim, është djegje, po mendoj kemi gjithmonë ato ankesat, po m'djeg lukthi, ose plagështi ose plagështi ose lodhje, dhe shumë shpesh mandej prej saj kalojmë te pjesa që ndihet më e qetë ose më e lirshme në këtë rast. Edhe bojmë që ndryshimin ose kalimin prej gjendjes qetësisë, tensionit. Nuk kemi nevojë shumë të flasim, thjesht vëmendja nëse kalon, ne e marrim atë sigurinë e mjaftueshme. Edhe në këtë rast bëhet një ndryshim. Po gjithmonë duhet ta kemi parasysh që ne nuk mund ta bëjmë atë kur mendojmë dikun tjetër. Po duhet jemi këtu. Jo rastisht quhet teknika të ndërgjegjësimit, që mund të jetë edhe frymarrja, mund të jetë edhe pjesa somatike. Sa herë në ditë praktikohet apo në javë kjo? Normalisht mirë është sa herë që kemi nevojë, po ndonjëherë është mirë edhe kur s'kemi nevojë fare. Thjesht të lidhemi me trupin ton. Është e çuditshme pak Laura, shumë mirë këta që e përmende, sepse kohët e fundit i vren shumë njerëz që ndoshta nuk janë shumë në aspektin fizik aktiv. Po që edhe kur bojnë aktivitet fizik, nuk janë totalisht të ndërgjegjshëm. Shumë e vërtetë. Sepse sheh shumë njerëz që shkojnë në ushtrime, në fitness, sheh shumë njerëz që dalin me ecë me dëgjuesën vesh. Në farë mënyrë ne nuk jemi tu e marrë sinjalin e asaj na çoj nevojit të trupit, sepse trupi po don me pas një lidhje, një bashkëndjesi aty. Do thotë nuk është e mirëseardhur kjo puna me dëgjuese në veshti, me dëgju muzikë dhe me hec. As pak, nëse jemi tu fol për aspektin e ndërgjegjësimit, as pak, nëse don me te kalu si proces që po do më abu vetes tonë dhimbjen më të lehtë, me dëgjuesen vesh, që ndoshta nuk don me ndjem muskujt me dhimbje ose çfarë do që ndjesie që përjeton, atëherë është ndoshta më e lehtë, por nëse don të krijosh inteligjencë trupore, edhe të lidhesh me atë pjesën që vërtet nuk po funksionon ose është ngarkuar më tepër ose ka tension më tepër, atëherë duhet të jesh totalisht i ndërgjegjshëm. Jo rastisht rekomandimet janë dalim ecim, madje unë shumë shpesh ju them, mundohuni edhe hapat ti numëroni vet. Edhe sa herë që mendja kalon dikun tjetër ose mundohuni mu fokusu dikun tjetër, kthehuni prap. Sepse na intereson momenti i tanishëm që ne të bëhemi pak a shumë detached, të largun, të çlidhun prej aspektit të menduarit. Dhe në këtë rast, kur ne jemi inteligjent për trupin ton, atëherë ti e kupton saktësisht pse të vjen një lodhje, që ndonjëherë është e parësyeshme, pse vjen një dhimbje koke, sepse e din që ndoshta nuk e piu i mjaftueshëm, ndoshta e ke ngarku veten tënde me gjëra që ndonjëherë ndoshta nuk janë tuat fare. Thjesht
bëhemi ma alert, ma vigilant për simptomat që ndonjëherë i kemi në tro. Edhe kjo normalisht gjithmonë lidhet me atë pjesën që ndonjëherë është e pandashme, sepse mendja dhe trupi quhen si një tërësi e vetme. Një pyetje që nuk e kam pa, por më bëri shumë përshtypje, edhe gjatë tjera intervista që kemi pas, e që kemi bisedu për ankthin, ka qenë që deri sa mundet me zgjat ankthi. Sepse ka pas komente që mu më zgjat 5 minuta, dikujt 2-3 orë, dikujt gjatë gjithë ditës vetëm 1 orë ka të qetë. Do të thotë është kjo individuale dhe deri në cilën do të thotë është pa ndërprej që ka zgjat ankthi. Nëse flasim për krizat të ankthit, atëherë mund të zgjasin më shkurt, do të thotë 5-10 varësisht prej përjetimeve individuale. Nëse flasim për gjendje të ankthit, atëherë flasim për një diçka e cila është bë pjesë e përditshmërisë tonë, e që kohë pas kohe aktivizohet nëse ne ballafaqohemi me ndonjë vështirësi. Pra kjo quhet gjendje e ankthit. Gjendja e ankthit. Nëse është e shkurtër është krizë e ankthit, që mund kaloj mandej edhe në krizë panikut ose njëra tjetrën e shoqërojnë. Nëse flasim për një gjendje e cila po zgjat 6 muaj, kushtimi ose thjesht kemi vëri që po e dëmton, po e prish cilësinë e jetës, atëherë jemi të fol për një gjendje që vërtet mund kaloj edhe në një çrregullim të ankthit. Kur kalon mandej në çrregullim të ankthit, që është më tepër pjesë e psikologëve klinikë dhe pjesë e psikiatrëve që duhet me patjetër edhe të diskutohet për to ose të kërkohet ndihmë, mandej një kombinim mes psikiatrit edhe psikoterapistit të mbahet nën kontroll, të mirë kuptohet edhe të trajtohet në mënyrë. Ka ndodhur ndonjëherë që dhe gjendja e ankthit me muaj që ka zgjat të kalohet pa medikamente vetëm me psikoterapi? Ka ndodhur. Unë personalisht në psikoterapinë ne nuk rekomandojmë ilaçe barna në përgjithësi, mirë po teknikat e cilat i përdorim ka situata që ndonjëherë unë gjithmonë e nis me atë që kur vjen dikush edhe ankohet për ankthin ose me çrregullim të ankthit në përgjithësi edhe thotë unë po vdes për ankthit, unë i them duhet të thuash faleminderit sepse është gjëja më e bukur që po të ndodh në jetën tënde dhe mbesjen. Çfarë është kjo? Është sepse ankthi nuk vjen me na mbyt, nuk vjen për më na ndal frymën, vjen më na tregu në cilat aspekte të jetës tonë kemi ngec, edhe jemi në disbalancë. Dhe në këtë rast duhet të ofrojmë teknika që vërtet janë krejtësisht edhe individuale, jo rastisht bëhet puna me psikoterapist, janë individuale sepse duhet i përshtatet edhe ritmit jetës, edhe dinamikave të zhvillimit të ankthit, edhe komplet përvojave të individit, mënyrë që edhe të ndërtohen teknika ose strategji. Ata të cilët e kanë përjetu e dinë në mirë që vërtet ankthi t'jep shumë herë ndjesinë që lodhesh. Edhe të bëhet monoton çdo ditë, sa mendon që e mirë, vjen ai momenti kur pa prit, pa kujtu ty të fillon një plagështim ose një dridhje ose një frikë që nuk e din as vet ka po të vjen. Kjo të nervozon, por është më e fortë se ti në ato momente. Edhe kur është e vazhdueshme, kur zgjat me muaj, sikur për shembull mu po mbajnë 3 muaj tani, dhe ndonjëherë më vërtet lodhesh edhe thuaj që jam lodh me shpejt. Por në aspektin tjetër, nëse analizojmë për këto 3 muaj çfarë ka ndryshuar tek unë në ankthi, dhe ndonjëherë edhe qesh, sepse shumë po më ndihmojnë këto emisione, unë edhe po punoj edhe po marr shërbim njëkohësisht bashkë me dëgjuesit të cilët i kemi të rregullt, prandaj i ftoj gjithë me i dëgju këto emisione, me u fut edhe në kanalin zyrtar në YouTube tek videot e pjesës së parë të emisionit Gramofon ku flitet për shëndetin mendor. Dhe kam kuptuar që për gjatë kësaj periudhe 3 muajore, pavarësisht që jam lodhur shumë dhe e kisha edhe 2 javë më parë dhe humbje në nënës që është dhe një traumë në vete, sidomos kur bëhet fjalë për nënën. Dhe po e shoh që ankthi po më rrit. Po më bën me i kuptu gjërat pak më ndryshe, dhimbjen me shfaq pak më ndryshe, t'jem pak më e kujdesshme në ushqim, në gjumë, por edhe në ushtrime, në aktivitete fizike që dorën në zemër nuk i kam praktikuar asnjëherë. Edhe çdo herë kom shtyp për nesër. Po kjo veç mos me pas atë gjendje, me pa që thot populli, me fjalë popullit, aman që ka po i rigati ushtrimeve dhe po zgjohem, edhe po shoh që gradualisht po më ndihmon pak edhe në humbje të peshës. Kështu që ka edhe shumë gjëra pozitive që me të vërtetë që mos kishte me qenë ankthi, as që isha lodh me u kujdes, ndoshta i shëndu edhe më shumë shëndeti im. Edhe Dale Carnegie në librat e tij thoshte që ankthi nuk duhet veç luftu, po edhe dashur është pikërisht ai që edhe na përmison. Sa herë në javë mundet faktikisht me u praktiku këto ushtrime që janë
për to çrregullimet apo simptomat somatike. Sa herë në javë duhet t'i praktikojmë? Këto është mirë që të praktikohen minimumi 3 herë në javë. 3 herë në ditë, më fal. Ndoshta ka 5 minuta sepse këto nuk marrin kohë shumë gjatë. Thjesht 5 minuta sepse po quhet ndërgjegjësim. Na nuk kemi nevojë të hyjmë në meditime të thella të natyrave të retriteve për me kuptu tamam gjendjen tonë ose ndonjëherë edhe për me trajtu atë se çka po përjetojmë, po thjesht ta krijojmë një lloj ndërgjegjësimi, sepse vetë termi po na tregon që ne po mundohemi me u rilidh, me rigjet edhe një herë atë pjesën tonë që ndonjëherë edhe ik, sepse jemi në dinamika. Si bëhet kjo? Ta bëjmë një, për shembull, një kështu, një 5 minutë. Po, mund të jetë, do thotë, mbyllim syt, mund ta bësh edhe ti me mua. Okej. Ta shohim apo më aktivizohet diçka. Mund të aktivizohet ajo pjesa që ti po ja ke frikën shumë, po ndonjëherë më e bukur është një libër jashtëzakonshëm që duhet me lexuar. Fear it and do it anyway. Që okay, pavarësisht që ja ke frikën, prap mundohu me bu sepse gjithmonë mbrapa frikës ekziston thesari. Thesari në atë kuptimin që ti mbrapa që ti ankthi që ndonjëherë po të jep simptoma të pashpjegueshme, mund të jetë komplet përgjigja që ndoshta duhet me gjetë me patjetër për me të ndryshuar dinamika. Po e bëjmë një simulim pak a shumë të shkurtër, thjesht i mbyllim syt, vendos dorën tek pjesa e xhoksit edhe pjesën te barku. Pse e bëjmë këto? E bëjmë stadit fillestare për m'ia rikujtu vetes tonë që nuk duhet marrim frymë me gjoks, sepse pjesa e xhoksit kur marrim frymarrje të cakt me gjoks, të shpejta, të shkurta mund me kalu në hiperventilim. Pikërisht hiperventilimi çon në gjendje shtangimi, çon në gjendje ankthi, çon në gjendje paniku. Në këtë rast, momentin ku lëviz dora e xhoksit, mundohemi ndërgjatshëm me e rikthy vëmendjen te pjesa e diafragmës. Marrim frymë thellë edhe vendosim. Do thonë, gjithë kemi bërë atë lojën kur kemi qenë të vegjël, hajde kush po i frym barkun më shumë. Ajo aktivizon pjesën e diafragmës. Edhe në këtë rast kur ti e gjen diafragmën, mundohu me qëndru për disa sekonda aty. Merr frymë. E mban 4 sekonda edhe e liron për 4 sekonda. E përsërit këtë gjë për disa minuta. Prap merr frymë. E lirojmë. Merr frymë. E lirojmë. Është e rëndësishme që gjatë këtij stadi, pavarësisht mendimeve që mund të qarkullojnë mendjen tonë, ne të mundohemi vazhdimisht ta rikthejmë vëmendjen edhe fokusin vetëm tek pjesa e frymarrjes, sepse po mundohemi t'i tregojmë sistemit nervor, respektivisht mendjes në këtë rast që unë mund ta marr kontrollin tim. Pavarësisht mendimeve, Daniel Seeger, Untethered the Soul, ka një libër të jashtëzakonshëm që flet për pjesën e të menduarit edhe momentin e tanishëm, thotë që nuk është e domosdoshme ne t'i japim kuptim çdo mendimi ose çdo përvoje, çdo emocioni që na vije. Thjesht qëndro, lej mendimet aty, ti qëndro me pjesën tonë të frymarrjes. Vazhdon. Lej mendimet, vazhdon prapë te fryma, çysh po merret fryma dhe çysh po lirohet. Vazhdojmë për disa minuta, atë sa kemi të nevojshme. Ndonjëherë trupi mund të krijoj konflikt në të rast, edhe fillon na sulmon në farë mënyre sikur s'munde me bo, fillon lëviz, është mësuar e vërtet, sepse ne kur jemi në gjendje ankthi ose në emocione të larta, atëherë jemi në survival, nuk jemi në gjendjen tonë rest and digest në qetësi. Edhe në këtë rast, truni sikur fillon me kriju një lloj rehatie, e cila nuk është e njohshme për sistemin nervor dhe vazhdon prapë me kërku atë që është e njohshme. Do thotë pa rehatin, vazhdimisht lëviz, bëj diçka, mos merr frymë, ti s'mundesh me bë, fillojnë mendimet. E rëndësishme është që ne qoftë edhe për 1 minutë të vetëm gjatë ditës ose gjatë këtij sesioni të shkurtër të mundohemi fokusin ta mbajmë vetëm te pjesa e frymarrjes. Duket që nuk ka efekt në fillim mirë, po me kalimin e kohës, nëse ti vazhdimisht e praktikon minimumi 3 herë në ditë. Për mua për shembull është pjesë e përditshmërisë, momentin që un kam një emocion pak më të fuqishëm ose marr një lajm, sepse na jemi njerëz që punojmë me njerëz të cilët vërtet kanë nevojë dhe kanë situata. Edhe për mua është frymarrja ajo që më ankoron vazhdimisht me veten time. Edhe në këtë rast, momentin që unë dëgjoj diçka e cila është vërtet e fuqishme dhe nuk mundesh me qëndru sikur, okay, s'po ndodh asgjë. Absolutisht, edhe s'po e ndjen ti atë gjë, frymarrja është ajo që më rikthen edhe ma bën me dije që okay,
është një përvojë, është një situatë, sado që është e vështirë, duhet të rikthehemi tek vetja. Prapë Deri sa minuta e praktikojmë këtë? Mirë është me fillu me 3, 4 deri në 5 minuta, që mos ta mbi ngarkojmë sistemin nervor, sepse mandej mund të jap kontraefekte, për ata të cilët nuk janë të mësuar. Po që mirë është 5 deri në 10 minuta para dite, 5 deri në 10 minuta gjithsesi para gjumit. Pse jo dhe në mesditë për ata që kanë mundësi para gjumit? Sepse tek e fundit kur përfundon dita, na e vrim që edhe doza e ankthit, niveli i ankthit është më i përshpejtuar dhe më i rritur gjatë ditës, sepse gjithmonë kërkon situata të reja, kërkon, na mban atë gjendjen mbjetesës, na gjendjen e kontrollit, sikur unë lëshoj veten, ka më ndodh kjo, ka më ndodh ajo. Ka mbrëmja, fillon edhe ulet pak intensiteti i ankthit, sepse e kupton që s'ndodhi kur gjë. Realisht shohim që janë interpretipet me U friksova kot. Edhe në këtë rast është mirë që ta bëjmë një lloj detoksi. Të asaj përditshmërisë tonë që kemi pasur se të ngarkesave tona gjatë ditës, teknikat frymëmarrjes, pak ndërgjegjësim, pak sigur un jam këtu, sepse duhet lidhemi me Kemi nevojë të flasim edhe vetës pasi të kemi bërë këto ushtrime që e pa që sot kishe frikë nga kjo apo nga ajo, nuk të ndodhi asgjë, ose po e marrim shembull nga marrja e mendjeve, më ki mendu që ki diçka në kokë, po të kishe deri tash do ishe rrëzu, do kishe tjera simptome, ose nga lukthi, shumica edhe është kjo smundja e keqe që i themi nga kanceri, frika e pa që na shkon është mos është kancer, përderisa kanceri nuk pauzon, edhe qoftë edhe sëmundjet në tru nuk pauzojnë, që ka momente kur ti të paktën një orë në ditë je pa ankth, ose qoftë edhe gjysore, sepse ndonjëherë ankthi, kjo gjendja ankthi din me të mbajt konstant vazhdueshëm. Po e flas nga përvoja, din me të mbajt edhe gjatë gjithë ditës, dhe me u lodh aq shumë që gjysore me e gjetë që ti je mirë. Dhe atë gjysore asnjë smundje në botë nuk pauzon. Kështu që këtë po mundohem edhe unë që sa do pak me këshilla që po i marr, por edhe nga vetë ajo praktika, sepse si një të themi një demonstrim i asaj reale, të jemi më afër dëgjuesve tanë, edhe t'i ndihmojmë për me i kalu këto gjendje. Është edhe një teknik tjetër që vërtet ndoshta do t'i ndihmonte secilit person që ende nuk ka kërkuar ndihmë, sidomos te pjesa e të mbi menduarit ose overthinking process që po quhet. Çuditërisht ne që kemi gjendje ankthi jemi shumë të prirur për overthinking. Kemi mendime aq të shumta e habitshme. Dhe jo rastisht krijojmë skenare të tilla, sepse gjithmonë tash, nëse e shohim në aspektin e shkencës, në studimeve në përgjithësi jepet që dikon 50.000 deri në 80.000 eventualisht 100 mendime gjatë ditës i kemi. Edhe përpunuam. Fatkeqësisht pjesa më e madhe e tyre janë negative. Edhe më e bukur është përsëritse. Si mundem me thonë stop mendimeve? Nuk mund t'ju themi stop mendimeve, dhe nuk duhet ju themi stop mendimeve. Duhet t'i kuptojmë a janë me bazë faktike, apo thjesht janë imagjinare, sepse ndonjëherë kur ne krijojmë skenare të tilla dhe trupi vet fillon edhe e beson një gjë të tillë. Pak edhe për shaka, dhe me djemt, po më shën një djalin kuzhinë, isha tu i thonë vetës, ka daloj motër ku je nis kështu. Edhe djali po qërë të nanë me kem po fletash me vetën nanë. Edhe isha tu i thonë vetës, oj motër, ku e nisë kështu, se e pash që mendimet më kishin ka vlu shumë, por janë edhe këto gjendjet, edhe humbja më të dashur, si që thash edhe humbja e nënës, që janë vetëm 2 javë gjys, është një kohë shumë e shkurt, ndonjëherë pavarësisht që e kemi parë me sy tanë edhe duke ndru jetë, aty kemi qenë prezent, njeriu nuk e pranon që ajo ka ndru jetë. Edhe ndonjëherë na duket si më e lehtë me mashtru veten në një farforme që ajo është gjallë, edhe ajo dikun po më dëgjon, ajo është gjallë dhe ti e qetëson veten, por është ajo brendia, kjo në luftë sikur po më dridhet diçka. Edhe në këto raste kur dikush ka të tilla përjetime si, duhet t'i flasim vetes son, si duhet të mos ta ngarkojmë veten, se ndoshta është edhe kjo ngarkesë më e madhe nëse ne mundohemi me mashtru veten në atë punë. E para punës, në bazë të përvojave që kemi pas deri tash, Laura, është më miri që atë ndjesi të cilën po e përshkruan është mirë ta dëgjosh, pa pas nevojë ta intelektualizosh, pa pas nevojë t'i japësh emër ose kuptim, thjesht dëgjoje. Dëgjoje, sepse nëse un kam një diçka e cila vërtet po më shqetëson, e un po mundohem me një të menduar pozitiv që ju gjithmonë funksionon, sepse të menduari du t'jetë adaptiv, realist një farë mënyre. Të rikthehemi te pjesa e ndjesisë son, ta dëgjojmë për pak sekonda ndonjëherë edhe fare pa fol.
thjesht tregoj që unë jam këtu me ty. Dhe ajo që ndonjëherë, sidomos ne që kemi paraqitje të shpeshta publike, mundohemi me qenë të fortë, me u duk të fortë. Dhe kjo me qenë të fortë, me u duk të fortë, më duket që e dobëson shumë shëndetin ton, gjendjen e shëndetit ton mendor. E përmende pak më herët që kohët e fundit po ndihesh më e lodhur pikërisht për shkak të gjendjes së ankthit. Ankthi është vazhdimisht në luftë. Është në mbijetesë, është në një alarm i ndezur që gjithmonë po detekton, po kërkon për rreziqe, për sinjale të cilat ndonjëherë edhe mund t'ja konfirmojnë atë idenë që diçka është e rrezikshme. Kur ne punojmë, se në këtë rast ai po punon sistemi nervor, truri në përgjithësi, mendja. Kur ne punojmë, ne lodhemi. Po e keqja është në këtë rast që lodhja është krejtësisht mentale, që mandej e njëjta energji shkarkohet edhe në trup, edhe deaktivizon muskujt. Në këtë rast, muskujt janë komplet të kurrur, sepse është gjendje, tash imagjinoni pozitë kur dikush neve na ndjek ose na frikson. Merret pozita, aktivizohet, komplet pjesa e trupit merr atë pozitën e frikës. Llogarit nëse ne jetojmë gjatë gjithë ditës me ankth, ne po jetojmë në atë gjendjen e frikës gjithë ditën, edhe vazhdimisht në alarm. Tash kur ti ndërgjetësohesh në mbrëmje që e përmenda më herët, fillon merr frymë dhe thos ndodhi kur gjë, sikur edhe trupi fillon shohet poshtë, po tash llogarit që ti gjithë ditën ke punu. Edhe jo rastësisht na vjen kjo lodhja mandej, qoftë muskulore, qoftë emocionale ndonjëherë që s'mbetesh energjia. Por tek këto dhimbjet e humbjes, jo vetëm nga jeta, por edhe dikush edhe nga partnerët që kanë humbur do të thotë pa dëshirën e tyre, ndarjet e shumta, dhe këto ka momente kur njerëzit vërtet e duan personin shumë, por lotët nuk i dalin, janë sikur konfuz, sikur të hutuar, dhe disa na propozojnë me qajt. Djebiles edhe pyeta psikoterapistë, na duhemi me qajt me zor për me u shkarku, që na tregoj që jo, nuk duhet me qajt, se i bie aktrim dhe kjo. Por pse ndodh kjo kur ne kemi dhimbje në shpirt, jemi njerëz që qajmë për gjëra të vogla, por ja që loti nuk del në ato momente. Humbja, nëse shohim në aspektin e përgjithshëm, ka disa stade të përpunimit. Kur humbim një person të dashur, aty kemi një dhimbje dhe nuk mund të themi që unë jam mirë edhe ta shvendosim komplet atë edhe dukemi mirë që tha më herët në publik. Në këtë rast, humbja ose në stadet kur duhet ta përpunojmë humbjen, e para është mohimi. Do që unë nuk pajtohem me ato që ka ndodhur. Dhe kjo nevojitet një kohë, sepse me një njeri, me një person që ke jetu shumë vite gjatë, ta shkrit për momentin nuk e ke, nuk mund t'i thuash vetes që rregull, po pajtohem. Do pa kohë ajo, qoftë përmes kësaj mpirjes manifestohet, mpirje emocionale, qoftë përmes të qarave të vazhdueshme që ndoshta nuk din të ndalen, cila do që vjen është krejtësisht e natyrshme deri në momentin kur ti e sheh që po bëhet pengesë në cilësinë e jetës tonë. Është e rrezikshme kjo mpirja, si mundet me u çmpi njeriu nga kjo? Është e rrezikshme, është më e rrezikshme se sa kjo pjesa tjetër që njeriu çan, sepse kur çan shkarkohesh, edhe nxjerr atë energjinë e cila vërtet është e bllokueshme, ndërsa kjo është komplet mpirje, është mospranim, është stagnim i energjisë. Edhe në këtë rast duhet bëjmë, këtu hyn puna e pjesa somatikës që ne përmenda fillim, që duhet shkojmë tek emocionet. Kemi një mpirje, po kur kemi mpirje ti s'mundesh me thonë që po ndihem mirë. Sepse detektohet një pjesë e trupit që ka ngarkesë pak më të madhe ose ka tension pak më të lartë. Edhe në këtë rast ne punojmë e çojmë mendjen te pjesa e tensionit. Përmes kjo ishte vetëm bazike që na e bën në pjesën e ushtrimit somatik, sepse ka pyetje specifike, ka simulime të ndryshme që ndoshta bëjmë për me bo klientin ose personin që ka pas humbje me depërtu tamam deri te dhimbja. Momentin që del dhimbja, çlirohet sistemi nervor, edhe fillon çpihet sistemi komplet. Dhe për këtë arsye janë të nevojshme psikoterapit, praktikat e vazhdueshme, ku unë çdo herë ju rekomandoj gjithë secilëve që të kenë të mbajnë seanca. Unë sot e kam në orën 2 njëre, dhe mezi po pres me shku, sepse sa do që në fillim ndoshta nuk na duken edhe që çka bona unë shkova fola kot vetëm këshyri dola, ndonjëherë del tu qesh, ndonjëherë del tu çajt. Është me të vërtet shumë ndjesi e mirë me praktiku psikoterapin. Unë jam ballafaqu 3 herë radhazi me çrregullimet, me sulmet e panikut, me çrregullimet e ankthit. Do të thotë 20 vite para kur e kisha divorcin, jam trajtuar në Shkup me antidepresiv dhe sepse jo vetëm për depresion jipeshin ato, edhe për ankth jipen dhe për sulmet panikut.
natyrisht përmes mjekut, psikiatër në Maqedoni dhe kam mbajtur edhe seanca psikoterapisë. Është menaxhu për 9 muaj kam të i kaluar gjendje shumë të rëndë që e kam pasur me vite, kur nuk kam kërku ndihmë, do të kam luftu me 7 vite dhe ka qenë shumë e vështirë. Përderisa pastaj herën e dytë më është paraqitur gjatë Covidit në humbjen e prindit dhe nga disa probleme politike që i kishim pëzullimin nga puna në atë kohë për një kohë të shkurt, që ka qenë ngarkesë e madhe, sërish jam trajtu me antidepresiv, me paroxetin për një kohë jo shumë të gjatë, edhe ajo gjendje është e i kalu. Dhe tani, 2 muaj para humbjes nënës, kisha disa ngarkesa që sërish e rikthyen anktin tim. Tash më ndodhi dhe humbja nënës, cikli emisioneve për problemet e shëndetit mendor po vazhdon dhe unë nuk do të ndalem. Do të mundohem të jem e zëshme, si jo vetëm në emisione këtu tek ne në RTK, por çdo kohë ku mundem edhe në organizata të ndryshme dhe kësaj radhe po mundohem vetëm përmes psikoterapisë, bisedave të vazhdueshme, të folurit hapur, ta të i kaloj, besoj që do të mundem kësaj radhe herën e tretë të ballafaqohem pa antidepresiv, pa medikamente, kështu që po e testoj veten. Medikamentet janë të domosdoshme në nivelin më të lartë të ankthit. Mirë po, rrugtimi yt po tregon që nëse nuk gjendet origjina dhe burimi i saktë i ankthit, atëherë ne mund të marrim terapi, mund të shqetësohemi për një periudhë caktune, po prapë se prapë ankthi mbetet aty. Aty dhe kthehet. Ndonjëherë nëse e marrim metaforikisht, teknikisht, është si një bim ose një farë të cilën e mbjellim, por realisht është bën një shtresë e cila nuk po e lën lulëzimin e asaj fare të dalë në sipërfaqe. Njësoj, ndonjëherë edhe ilaçet, në këtë rast terapia mund të funksionojë nëse nuk punohet paralel edhe me psikoterapi. Kështu që po mundohem kësa Duhet herë, paralelisht. po mundohem kësa herë që të punohet gjithçka që është brenda me, të bëhet një lloj radhe duhet bësh e fortë dhe ta përpunojsh rrënjën tamam. Që edhe të kem pasaj të dalë dëgjuesve që mundemi me ja dalë veç nëse duam edhe kemi dëshirë. Është edhe dashuria e madhe e dëgjuesve që natyrisht na jep motiv. Jeta mbi të gjitha çfarëdo që na ndodh është e bukur, ja vlen të jetohet, shijohet dhe të lëm vepra të bukura ashtu siç lanë edhe prindërit tanë që me pas edhe me buzëqeshje me i kujtu. Faleminderit shumë Neli që ishe me neve. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve për ftesën dhe për këtë misionin që jeni të e bë lidhur me shëndetin mendor. Vërtet kemi nevojë sepse shohim që pak a shumë kemi hyrë në atë brezin e ankthit, edhe secili prej nesh është i prekur prej ankthit, po kur mësojmë teknika dhe strategji, mjaftueshëm mirë që ta përpunojmë ndonjëherë edhe ti përdorim për veten tonë, atëherë normal edhe pak ankth i moderun nuk është që na bën keq. Faleminderit shumë.